A ke patur raste tjera kur je prekur shumë? Raste, mendoj nëse do të filloja, do të shkruaj një libër. Mendoje? Një rast. Duke qenë se unë së fundmi jam bërë vetë nën, kam një vit e pak, më ka ndodhur para 2 vitesh një situatë, do me thënë, kur një paciente që ishte 33 vjeç, një vit më madhe se unë, kishte probleme kardiake, por jo shumë të rënda, do me thënë ishte nga ato rastet ku ti thua shiko do vi, do bëj një kontroll të zemrës dhe pastaj do dali nga spitali, mirë, nuk është se do kishte një gjë të jashtëzakonshme. Ne i gjejmë atë pa puls, fillojmë si staf, do me thënë, ta reanimojmë, do me thënë siç bëjmë ne gjithmonë, që jemi mbi 10 vetë, ka raste edhe më pak, kur unë gjëndem vetëm me një koleg, ishim në momente kur po defibrilonim me defibrilator edhe në atë komodinën ngjitur shtratit, unë shikoj telefonin dhe jo vetëm unë edhe kolegët që bie, do me thënë sikur familjes ja kishte ndjerë zemra, aty ishte në foto një bebe edhe bashorti, edhe unë këtë moment nuk mund të harroj dot, do me thënë ishte një moment shumë nuk di. Akoma unë prekëm kur e kujtoj edhe pastaj ishte diskutimi kush do i thonë të atyre, të më thënë që ajo nuk jetoj, nuk ja doli, edhe di që atë ditë unë kam mbajtur një nivel, do më thënë, përveç në situata tilla, adrenalina, kortizoli, hormoni stresit janë nivel shumë të lartë, unë atë ditë, do më thënë, nuk shqetësohesha dot, kisha një ndjenjë sa do që mundohesha të vlerësoja jetën, t'isha falenderuese që unë isha mirë, ndjej edhe mshuri për familjarë të saj, sidomos për bebin edhe për bashortin. Shumë e dimshme. Po, ju jeni njerëz profesionit, thuhet që ju, keni emocione, padyshim, sepse jeni njerëz, por bëni një jetë pak më ndryshe, mundoheni që ta lini shpirtin në shtëpi. Po kjo është problemi im, që nga njërë them duhet ta lek të profesion, nuk është për mua, jam shumë e ndjeshme. Njeriu... Janë shtetas Gjerman, kryesisht ata që për cilët ti kujdesesh? Po, për fat të keq dhe fat të mirë, për fat të keq sepse unë do doja shumë që të kujdesesha për njerëzit e mi, për shqiptarët e mi. Këtu e kisha atë vazhdimin e frazës që nisa, do kishim pas, ne kemi nevojë edhe këtu në Shqipëri, për personel, sidomos të dedikuar, si që është Ada. Ti po thua që të kthehet këtu në Shqipëri? Ose ti kemi ne të gjithë Gjermani. Edhe mund vim. Po nësi mi smur. Kush është smur këtu? Një ditë do smur, qofse pastor na i shpesh punë. Nese, ti do të... Në një moment ti do jesh në dilemë të kthejmë apo jo, si që ka ndodhur çdo. Më duket se është që tani në dilemë. Unë jam akoma në dilemë, unë jam bërë shtetase gjermane, kam pasaportën gjermane, por unë di që jam shqiptare dhe jam akoma në dilemë. Do me thënë, vetmja gjë që më mban në Gjermani është sakrifica e madhe që kam bërë për të arritur këtu ku jam, është ëndra që ndoshta do të bëhem mjeke edhe ardhmja e bebit tim, do me thënë. Pse je duke studiuar për mjekësi? Nuk jam duke studiuar, kam dëshirën e madhe, se sa do realizohet, pastaj është pjesë tjetër, nuk është vetëm dorën time. Futu më i gocë studio, sepse ti gjysmën i ke bërë, ato gjërat më të vështira i di, edhe futu studio dhe ndoshta bëhesh dermatologe, nuk vdes asnjëri. Na shpëton edhe ne të tjerëve, dhe kolegët e mi që kanë nevojë për... Ose okuliste, për shembull. Do me thënë, të dyja këto Keli nuk i gjete. Por, Ada... Pasi ti qenë ke për sport të rëndë, do dash këtë bëge kirurgji. Mua më pëlqen shumë pjesa adrenalinës, urgjenca, intensivit.